Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe me intervale të herpashershme afat shkurtra kthjellimesh në pjesën e parë të ditës përgjatë ultësirës perëndimore. Vranësirat u shoqëruan nga reshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët, ndërsa në periudha afat shkurtër reshjet kanë qenë në formën e shtrëngatave. Në zonën e veriperëndimit, reshjet e shiut kanë qenë me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshur të izoluar. Në relievet e larta malore në zonën e Alpeve, reshjet e dëborës kanë qenë me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa era ka flyer me drejtim nga kuadrati jugut dhe juglindjes me shpejtësi mesatare 18 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 3 deri në 5 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga -3 deri 8 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 2 deri 16 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 16 gradë Celsius. Edhe për ditën e diel, Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, kryesisht në pjesën e dytë të saj. Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura dhe intervale afat shkurtër me diell, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore prej orëve të paradites deri në orët e pasdites vonë. Më pas orëve të pasdites dhe kryesisht në orët e vona të mbrëmjes do të kemi mot me vranësira të dendura, të cilat do të shoqërohen nga reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në pjesën më të madhe të territorit. Në orët e vona të mbrëmjes dhe në orët e para të mëngjesit të ditës së hënë, reshjet e shiut parashikohet të jenë hera-herës në periudha afat shkurtër me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe me breshër. Në zonën e Alpeve, në verilindje dhe në lindje në lartësitë mbi 800 metër dhe në juglindje në lartësitë mbi 900 metër, do të kemi reshje dëbore me intensitet të ulët deri mesatar. Era do të frymë me drejtim nga jug perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 24 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i lartë, i forcës 4 deri në 6 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -1 deri 10 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 4 deri 19 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 18 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, do të kemi reshje shiu me intensitet të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij parashikohet ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, ndryshe paraqitet moti në vendet skandinave, gjithashtu në brigjet e Egjeut, pjesërisht në Europën lindore dhe juglindore, moti do të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare deri të dendura. Tu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.